Unë jam Edona Lalloshi, e lindur dhe e rritur në Prishtinë dhe jam kandidate për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje. Këngëtarja e mirënjohur Edona Lalloshi ka njoftuar publikisht se do të rikandidojë për deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, duke kërkuar edhe një herë votbesimin e qytetarëve për të përfaqësuar interesin publik në institucionin më të lartë ligjvënës. Ajo u shpreh se ndonse në zgjedhjet e kaluara mori mbështetjen e votuesve, mandati i saj nuk arriti të shndërrohej në rezultate konkrete. Pikërisht për këtë arsye Lalloshi thekson se ka vendosur që të rikthehet më e përgatitur dhe më e vendosur për të kontribuar në ndryshime reale për Kosovën. Unë besoj fuqishëm se këtë herë do të kemi më shumë përkraje për lëvizjen vetëvendosje, shkruan këngëtarja, duke bërë të ditur se së shpejti do të publikojë programin e plot, prioritetet dhe idetë e saj për mandatin e ri. Në fund ajo u bën thirrje qytetarëve që ta mbështesin në këtë rrugtim politik, duke cilësuar besimin e tyre si përgjegjësinë e saj më të madhe. Edona Lalloshi garon me numrin 29, ndërsa mbetet pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti me numrin 116. Unë jam Edona Lalloshi, e lindur dhe e rritur në Prishtinë dhe jam kandidate për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje. Si këngëtare dhe artiste profesioniste me përvojë pothuajse prej 4 dekadash, i kam qëndruar besnike muzikës dhe publikut, përderisa përkushtimi im ndaj artit, këngës dhe kulturës në përgjithësi mbetet orientimi personal e profesional. Si deputete e ardhshme Kuvendit të Kosovës, synoj të promovoj dhe mbështes kulturën, artin dhe rinin, si 3 shtylla shumë të rëndësishme të shoqërisë sonë. Edhe si dihet, vetëvendosja është angazhuar shumë sikurse në fushat e tjera. Si shihet, përgjatë këtyre viteve të qeverisjes së vetëvendosjes, kemi parë progres i cili është mirëpritur nga qytetarët. Ky progres, kjo qeverisje udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, duhet të vazhdojë edhe pas 28 dhjetorit. Andaj, unë juftoj të gjithëve, pa dallim, që të na bashkangjiteni në këtë fushat dhe vendit të japim kryeministrin që e meriton. Na prift e mbara. Ju dua shumë.